bëjmë është tragjik. Tek njëri prej shkrimeve, ti shkruan, i referohesh fillimit viteve 90, si pas statistikave që ke nxjerrë nga këto arkiva. Tua, Shqipëria ka 10 trupa teatri, 15 trupa estrade, 1 cirk dhe 27 trupa kukullash me rreth 1280 punonjës. Për 1 lek të ardhura harxhohen 5 lek shpenzime që arrin shumën 15 milion lek nga buxheti. Vetëm pagat e punonjësve zën 70% të vlerës e tjerë e tjerë. Po, ky është një bilanc. Çfarë bilanci bëjmë sot? Sa i varfër është ky bilanci që bëjmë sot, ndërkohë që duhet kishim një teatr shumë më të zhvilluar? Ne këtë bilanc nuk e bëjmë dot sepse ne këtë informacion nga institucione shtetërore nuk e kemi. Mos harroni që ai informacion që ti citove është nxjerr nga ish Komiteti Qendror që do të bëhej Ministri Kulture më pas. Pra kishte një farë transparence, sepse njerëzit ishin si përpara një pasqyre të pamëshirshme, regjimi po diktatura mori fund, domethënë tani na lind si detyrë që disa gjëra nëse do bëhen, duhen thënë. Po. Elsa, teksti jote shumë i drejtë për drejtë, kur ti flet për një seri njerëzish që kalojnë nga mbështetës të diktaturës tek mbështetës të një pushteti të ri, që pastaj merr në dorë dhe përpiqet të formosoj gjithçka sipas asaj të qasjes. Unë nuk jam marrë shumë me këtë. Jo, je marrë shumë pak, por megjithatë. Domethënë, nëse unë e filloj me atë shkrimtar, skenarist të Kino Studios dhe të teatrit popullor, dua të them që në një farë mënyre ishin njerëz të cilët ishin autoritet në atë kohë që në fillimet e Shqipërisë së lirë, në fillimet e Shqipërisë demokratike, përcaktua në një farë mënyre edhe orientimin. Pastaj, unë nuk dua t'i hyj kësaj nëse kjo çfarë efekte shpati, sepse nuk ka qenë ky qëllimi i shkrimit. Por duke vënë pikërisht këtë personazh, kam dashur që këtë indikacion lexuesi ta marr, që cilët ishin ata që vendosën që gjërat të ndryshojnë në këtë mënyrë, gjërat të shkojnë në këtë rrugë. Ashtu sikurse ke figurat shkëlqyera, brillante, të cilëve nuk ja kemi shprehur akoma mirënjohjen për atë që kanë bërë. Dhe njëri prej këtyre është Agim Qiriaqi, është një profil artisti që vetëm mbushe me respekt kur shikoj se sa konsekuent ka qenë. Sa ishte gjallë, isha akoma e re, nuk e kuptoja vlerën, kam parë shfaqjet e tij, ishte jashtëzakonshëm, tek mbreti po vdes, ka qenë i shkëlqyer. Dhe tani kur shikoj dëshmitë dhe formimin e tij dhe pasionin e tij në vitet e para, them ky ka qenë një njeri i vërtet, modelin e cilit sot unë e kam të vështirë ta gjej. Ashtu sikurse ke Arben Kumbaron, domethënë përpjekjet e këtyre njerëzve për të emancipuar nëpërmjet teatrit, shiko Beti, teatri është ndoshta i vetmi nga artet, e vetmja nga fushat ku mund ta lidh kaq fort atë tërheq pas vetes, domethënë shoqërinë. Nuk e bën libri në këtë mënyrë. Libri ti duhet një kohë. Efekti i teatrit është më i shkurtër në kohë. Është më i shkurtër dhe sa më i mirë të jetë ai, aq më bazë krijon shoqërisë për tu ndërtuar, për tu emancipuar në